Gjykata kushtetuese zbardhi të plotë vendimin që përcakton se pezullimi një ministri nga detyra si mas sigurimi në kuadër të një procesi penal nuk përbën cenim faktik të institucionit të Këshillit të Ministrave dhe as shkelje të parimit të ndarjes së pushteteve. Kushtetuesja doli me këtë vendim pasi shqyrtoi kërkesën e kryeministrit Rama për zgjidhjen e një mosmarrveshjeje kompetencash me gjykatën e posaçme, nisur nga rasti i pezullimit të zëvendës kryeministres. Pika më ndjeshme e debatit lidhet me interpretimin e nenit 103.3 të Kushtetutës, i cili parashikon se antarët e Këshillit të Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit. Qeveria argumentoi se ky imunitet përfshin garanci proceduriale që e bëjnë të papranueshëm pezullimin nga detyra pa autorizim përkatës. Sipas këtij interpretimi, ndalimi i ushtrimit të funksionit barazohet me pezullimin dhe cenon thelbin e garancisë kushtetuese. Por gjykata vlerëson se masa e sigurimit të ndalimit të ushtrimit të detyrës është e përkohshme dhe i drejtohet individit e jo institucionit, ndaj nuk mund të barazohet me shkarkimin e ministrit, as de facto dhe as me pezullimin administrativ, duke mos lindur kryesisoj asnjë mosmarrveshje kompetencash midis pushteteve. Sipas gjykatës, ajo nuk ndryshon përbërjen kushtetuese të qeverisë, nuk përbën shkarkim dhe nuk prek kompetencën e kryeministrit për të propozuar apo të presidentit për të dekretuar antarët e Këshillit të Ministrave. Gjykata ka theksuar se kushtetuta nuk parashikon një ndalim të shprehur për pezullimin e ministrave dhe as nuk kërkon autorizim paraprak nga kuvendi për vendosjen e kësaj mase. Ndryshe nga arrestimi i deputetit, për të cilin ekzistojnë garanci të posaçme kushtetuese, te rasti i pezullimit të një ministri nuk kemi një dispozit që të kushtëzojë ndërhyrjen e gjykatës me miratim parlamentar. Në vendimin e kushtetueses thuhet se as antari i Këshillit të Ministrave nuk përjashtohet nga llogaridhënia dhe përgjegjësia. Për rastin e pezullimit të zëvendës kryeministres, nga e cila nisi çështja, kushtetuesja la në fuqi vendimin pasi 8 gjyqtarët u ndanë në 2 grupe të barabarta. 4 antarë argumentuan se për pezullimin e një ministri nevojitet autorizimi nga kuvendi, ndërsa 4 të tjerë cilësuan të panevojshëm. Por nëse një kërkesë e ngjashme do të paraqitet në kushtetuese, në kushtet kur ajo të jetë plotësuar me 9 antar, atëherë gjykata mund të detyrohet të përcaktojë përfundimisht procedurën ligjore.